Miq, mirë se rishihemi sërish në muajin e shërimit në këtë emision të përditshëm në muajin e begat Ramazanit dhe në këto ditë të zgjedhura, në këto ditë veçanta, në këto ditë gëzimi për çdo besimtar. Do të ndalemi sot në një prej sëmundjeve të zemrës, do të ndalemi tek lakmia. Si të po themi rregullojmë standardet tona me të cilën e shohim botën, e synojmë botën dhe ndërveprojmë me të për të mos rënë në lakmi, pasi ajo është shumë e madhe se ne dhe ne jemi shumë më të vegjël raport me nevojat që kemi raport me të. Po për të patur një ambicie të lartë, por se të ruajtur nga lakmia, do të mundohemi që të zhvillojmë këtë bisedë duke marrë këshilla nga Hoxha i nderuar Sabit Idrisi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vini. Hoxh, nëse flasim për lakmin, shpesh janë standardet që vendosim, ato të cilët pastaj na çojnë lakmi ose na ruajnë nga ajo. Cilat janë disa standarde që duhet të vendosim, duhet të rregullojmë, duhet të përshtasim që angazhimi jon me botën të mos jetë një angazhim me lakmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë me falënderimet e shumta. Dëshmojmë se Allahu është një që është Zoti vetëm i pashoq dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Allahun e falenderojmë me falënderime të shumta çdo herë, në çdo rast, në çdo kohë, sepse është Zoti vetëm që meriton me të drejtë falënderimin. Andaj standardet të cilat i përmende, standardet e jetës sonë ka vendosur Allahu subhanahu wa ta'ala, që në çdo moment që njerëzit dhe besimtarët largohen nga këto standarde, me të vërtetë pastaj bien në kurthat e djallit të mallkuar. Allahu i lartë madhëruar thot në librin e tij në Kur'anin famëlar, men amila salihan min dhakarin aw untha lanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Me të vërtetë kush punon vepra të mira, qoftë mashkull apo femër në jetën e kësaj bote, ne do t'i japim atij jetë ose asaj jetë të mirë. Që do të thotë se Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendosur një standard shumë të lartë, që është standardi i imanit, apo që është standardi i besimit. Pastaj ata të cilët besojnë dhe veprojnë vepra të mira, Allahu ka thënë se do t'ju jap jetë të mirë. Nuk ka thënë se do t'ju jap jetë të pasur, jetë me pasuri, mirë, po ka thënë jetë e mirë. E jeta e mirë është jeta me Allahun subhanahu wa ta'ala, duke ju bindur atij dhe duke ju bindur urdhrave qysh na ka mësuar Allahu dhe na mësoi i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë standard nëse njeriu e rrezon apo e largon, me të vërtetë pastaj futet me një standard të ri, sipas tekeve të tij, e ky standard pastaj nuk ka pastaj tavan që i them dhe nuk ngopet kurrë pas epsheve dhe pas lakmive të dynjas, të cilat nuk kanë mbarim. Në natyrën e njeriu është normale që të gëzohet kur fiton edhe aspekte materiale. Po ndërkohë, nëse ky është gëzimi vetëm, dhe është i gëzimi i cili vazhdimisht kthehet në një lloj stresi, sa herë kërkojmë që të kemi vetëm të tilla gëzime. Si ndikon kjo te lakmia, nëse gëzohemi vetëm kur fitojmë gjëra materiale? Allahu i lartë madhëruar, siç e lartë përmendëm edhe më herët, ka vendosur pra standardet. Dhe Allahu e përmend në librin e tij në Kur'an, elhakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Thot njerëzve janë të habitur pas shumimit të pasurisë së tyre, derisa të vizitojnë varrezat. Do të thonë, pasuria si pasuri që Allahu subhanahu wa ta'ala ne ka bë që ne si besimtar ta fitojmë
në mënyrë legjitime. Andaj etja për pasuri, por sikurse etja një personi jetur i cili shkon dhe pin në ujin e detit. Kështu është edhe lakmia. A mundesh me ungop me ujin e detit, me shuar eshtjen? Nuk mundesh. Ashtu pra edhe njeriu pra nëse shkon pas lakmisë së dynjas, atëherë edhe ky njeri nuk do të etet kurrë, dhe për këtë Allahu subhanahu wa taala pra na hjek në i tërheq vërejtjen që me pasur kujdes. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadith se njeriu sikur ta kishte një fush me pasuri, do ta donte të dytën, po sikurse ti bënte dy fusha gjithashtu me pasuri, pastaj do ta dëshironte edhe të tretën, kështu që nuk ngopet kurrë. Mirë, po pasuria më e madhe është pasuria me qenë rob i Allahut, me ju bind atij dhe me fitu kënaqësinë e tij. Një pasuri e mirë është një begati në dorën e një besimtari të mirë, dhe besimtari gëzohet kur fiton sepse e di pse fiton dhe pse e shfrytëzon. Por ndërkohë besimtari nuk gëzohet vetëm kur fiton. Ai mbi të gjitha gëzohet në adhurimet e tij. Pra vërehet edhe në këtë muaj të begatë Ramazanit që besimtarët kanë tjetër entuziazëm, tjetër gëzim që Zoti ja u mundsoi këtë muaj, dhe adhurimet në këtë muaj e shtojnë gëzimin dhe entuziazmin. Si duhet balancuar kjo pjesë ku besimtari të gëzohet me adhurimin dhe jo vetëm me të mirat materiale? Allahu i lartëmadhëruar përmend në librin e tij: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj mirësive të Allahut dhe mëshirës së tij, le t'i gëzohen pra besimtarët. Kjo është më e mirë për ata nga ajo që ata deponojnë. Pra kjo është një sezona e muajit bekuar të Ramazanit. Është një sezon që besimtari duhet t'i gëzohet kur janë të hapura dyert e xhenetit. Janë të mbyllura dyert e xhehenemit. Kur veprat e mira shumë fishohen, kur pendimi është i pranuar, duat, lutjet janë të pranuara. Andaj Allahu e përmend diçka shumë që është me vlerë, edhe për njeriu, edhe për tek Allahu subhanahu wa taala. Kul bi fadlillahi, pra ju gëzoni begative të Allahut, mirësive të Allahut. Do këto sezona nuk janë sezona vëllazëri që janë të përhershme, por janë sezona të përkohshme, andaj ne duhet të gëzohemi dhuntive të Allahut, mirësive të Allahut, e jo të gëzohemi vetëm anës materiale çka fitojmë, sepse kjo është që mbetet. Kjo është që mbetet. Për këtë arsye ne si besimtar duhet të gëzohemi që Allahu na ka udhëzuar, duhet të gëzohemi që Allahu ka lënë ditë dhe net që janë me vlerë, që Allahu janë shkaktari për faljen e gjunave tona, siç është muaji i bekuar Ramazanit, siç është nata e Kadrit, siç është dita e Xhumas, leximi i Kuranit, vlera të shumta, që ne si besimtar duhet i kemi parasysh, e Allahu po thot, gëzoni pra këtyre mirësive, jo vetëm nga ajo që njerëzit mendojnë me deponu ose nga çështjet materiale. Se ti e përmend pasuria e mirë që fitohet me halal dhe me mund që i thojmë ne edhe me ndjerës, është pasuri që Allahu e don, pastaj besimtari e ka vetdijen që këtë pasuri e pastron, e jep zakatin, jep sadaka, bën bamirësi dhe sillet me pasurinë e tij qysh Allahu na e ka urdhëruar dhe qysh na ka mësuar i dërguari i tij Muhamedi alayhis salam. Andaj kjo është një begati që ne si besimtar pra në këtë muaj të bekuar të Ramazanit do të mundohemi të reflektojmë për mirësitë e Allahut dhe të reflektojmë në veprat e mira qysh Allah na ka porositur nëpërmes fjalës së tij dhe qysh na mësoi në praktikë i dërguari ynë dhe sahabët dhe dietarët e kështu me radhë. Ndërkohë Kurani është një shtyllë e rëndësishme e këtij muaji të veçantë, pra Ramazani është sa muaji i agjërimit, po aq edhe muaji i Kuranit. Muslimanët në këtë muaj dëgjojnë shumë Kuran, lexojnë shumë Kuran, por raporti me Kuranin është më ndryshe. Si duhet të ndikojë ky raport me Kuranin në kurimin e lakmisë të gjithë secili për nesh? Leximi i Kuranit në vetveten e tij është një bereqet, është një begati. Sepse ato i gjejmë ne veset e tona. Nëse ne lexojmë
Kur'anin në mënyrë të përditshme dhe e kuptojmë atë, do të gjejmë shumë qartë, them kështu kushtimisht, sëmundjet të cilat ne si njerëz apo i kemi, ato duhet t'i shërojmë, që i kemi egon, e kemi inatin, e kemi lakmin, e cila në kohën bashkohore është diçka sëmundje globale në përgjithësi tek njerëzit, edhe të besimtarët edhe të jo besimtarët në 4 anët e botës. Andaj Allahu subhanahu wa taala përmes librit të tij ka thënë tibyanun li kulli shay. Sot ky libër është qartësim për çdo gjë. Do të thonë qartëson çka është e mirë dhe qartëson çka është e keqe. Qartëson veprat e mira se ka duhet me shku dhe qartëson veprat e këqija që duhet me u largu. Pastaj qartëson edhe pasojat e këtyre veprave të mira, nëse punon mirë se çka të pret, po edhe nëse punon keq, pastaj çka të godet. Andaj ky libër është udhërrëfyes që Allahu e zbriti për njerëzimin mbar, e besimtarët duhet të kenë kujdes shumë të madh që ta lexojnë librin e Allahut dhe të marrin mësime nga ky libër që është tesar, që nuk shterret asnjëherë. Nëse e kthemi brezit parë, sahabët, në kohën e Profetit alayhis salam, çdo porosi që merrnin prej tij, nxitonin që ta vendosnin në praktik, ta jetësonin atë. Ndërkohë në këtë muaj, ligjëratat janë të shumta, këshillat janë të shumta, edhe leximet gjithashtu janë më të shumta në raport me ditë të tjera dhe ndodh që jo se nuk i dim disa gjëra, kemi informacione, dëgjojmë, mirë po kemi vështirësi për t'i praktikuar ato. Si të gjejmë gatishmëri për t'i vendosur në jetë ato porosi që shpesh janë dhe shumë të thjeshta, shpesh nuk duan dhe shumë ndoshta koment, po duan përshtatje dhe duan praktikim. Ne jemi thirrur si besimtar që atë çka e mësojmë ta praktikojmë. Dhe për këtë e kemi yrnek dhe e kemi model të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam, bashkë me shoqërinë apo me shokët, bashkëshoqëruesit e tij dhe shokët e tij. Që çdo gjë që ndëgjuan nga Allahu, thanë ndëgjuam dhe respektuam. E që ne duhet të mundohemi t'ju ngjasojmë këtyre gjeneratave kaq të bukura, kaq të mira, kaq të sjellshme me moral shumë të lartë, që me të vërtetë u munduan çdo sen ta praktikojnë çuç Allahu na mësoi dhe çuç na mësoi dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra ne si besimtar duhet të dimë, sepse Allahu thot në Kur'an, pse thoni ato që nuk e veproni. Është e urrejtur tek Allahu me thënë ata që nuk e praktikon. Andaj për këtë arsye ne jemi të thirrur të parët si besimtar, kur Allahu na thret ja ju alladhina amanu, o ju që keni besu, ku anfusakum wa ahlikum nara, për shembull, runi veten e juaj dhe familjarët e juaj nga zjarri i xhenemit, jemi të thirrur që t'i marrim sebepet dhe shkaqet çka na ruajnë veten tonë, edhe fëmijët e tona dhe familjet e tona nga zjarri i xhenemit, që janë veprat e liga. Pastaj Allahu thot, o ju besimtar, faleni namazin, jepeni zakatin. Pra besimtarët duhet të jenë të parët ata në praktikë të cilët e falin namazin dhe e japin zakatin. Për këtë arsye feja jonë, feja islame është fe e veprës, është fe e punës. Nuk është fe e iluzioneve apo e pretendimeve. Dhe për këtë arsye imani është të besosh Allahun me zemër, të shqiptosh me gjuhë dhe ta dëshmosh imanin tënd me vepra. Andaj këtë eksperiencë në mënyrë praktike e gjejmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjejmë tek shokët e tij. E kjo kështu nëse punojmë dhe kështu nëse veprojmë, atëherë këtu largohemi nga shumë vese dhe nga shumë të liga që Allahu na ka mësuar dhe pejgamberi sallam, e këtu hyn edhe lakmia që i ka pasojat shumë të rënda, sidomos në kohën bashkëkohore që ne jetojmë. Allah na ruaj prej kësaj dukurie që është tepër vesikeshe dhe është dukuri tepër negative. Po ti pyesësh shumë për besimtarëve, po të komunikosh me ta, të rezulton që se shumica prej tyre janë të bindur se risku vjen prej Zotit. Pra Zoti është ai i cili furnizon njerëzit dhe ju jep, po themi, begati të ndryshme. Por nuk thellohen më tepër në këtë aspekt. Nuk i shtojnë njohurit
të cilat shpesh janë të shumta në Kur'an ose në hadithet e profetit Muhammed alayhis salam, se vërtet çdo gjë që njeriu zotëron ose çdo gjë që njeriu duhet ta kërkojë është prej mirësive të Zotit dhe burim prej tij dhe jo dikujt tjetër. Si të arrim në atë pikën e bindjes edhe njohurive që vërtet ta jetësojmë këtë element. Me të vërtetë, ne duhet ta kuptojmë se rreziku apo furnizimi është prej Allahut. Allahu i lartë madhruar nga emrat e tij ka emrin Ar-Razzaq, gjithë furnizuesi që i furnizon krejt krijesat e tij, njerëzit dhe gjinët dhe këtë krijesat e tij, sepse ai është Zoti vetëm, furnizuesi vetëm, dhe këtë duhet ta kenë në dije të gjithë njerëzit dhe sidomos veçantë besimtarët. Allahu i lartë madhruar në Kur'an thotë wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dhe ju rreziku juaj është në qiell dhe ajo çka ju është premtuar. Do të thotë rreziku është drejt për drejt, është vetëm në dorën e Allahut. Mirë, po nuk e ndalon, sepse Allahu thotë që të punojmë, që të veprojmë. Nuk bie kjo ndesh me atë se njeriu tash me u ndalë dhe me thonë unë e kam rrezikun të garantuar dhe mos të veproj apo mos të punoj. Dhe kjo është këtu shumë herë, shpesh herë gjejmë ndonjë një keq kuptim të kësaj, se mua kështu më ka shkruar Zoti. Allahu i lartë madhruar thotë, domethënë ka urdhëruar që besimtarët me punu, edhe me qenë ata të cilët nuk e presin rrezikun për dikujt tjetër, po punojnë me djersën e vet, me mundin e vet e kështu me radhë. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në hadith, thotë më ka treguar Xhibrili se njeriu nuk vdes përderisa ta plotson rrezikun e tij. Për këtë arsye njeriu duhet të punojë, edhe rreziku yt është aq sa Allahu e ka caktuar. Mund të jesh shumë i pasur, mirë, po edhe me punë mund të jesh, ndoshta s'mundesh me ja dal deri në fund të muajit. Mirë, po me rëndësi është që me mundu me marr shkaqet e punës, apo sebepet e punës, në mënyrë që të fitosh me atë që Allahu ne e quajmë fitim halal, dhe kështu Allahu na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e jo pastaj të futemi në anët apo në egot e lakmis që me fitu diçka më shumë në mënyrë jo legjitime, e për këtë pastaj kjo bjen deri te vjedhja, kjo që njerëzit deri te mashtrimi, te rrena. Lakmia është një derë shumë e keqe, që ishte njerëz pastaj me fjalos mes vete, me u vra mes vete, siç ka ndodhur edhe në umetet apo edhe në popujt e mëhershëm, që lakmia ka qenë shkaktare që me u vra mes vete, me u largu pe njëri tjetrit, me dëmtu njëri tjetrin e kështu me radhë. Andaj duhet pasur kujdes, ne si besimtar, në mënyrë që të fitojmë halal, ti marrim sebepit shkaqet e punës, qysh Allahu na ka mësuar dhe i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë shpesh shoqëria dhe njerëzit me të cilët ndajmë, po themi ditën, ndajmë edhe përditshmërinë tonë, po ndajmë dhe konceptet, diskutimet, bisedat, por janë shoqëruesit e jetës tonë, janë të rëndësishëm në mënyrën se si e shohim jetën dhe se si veprojmë. Sa rëndësishme është që të kemi një shoqëri të mirë edhe në raport me lakmin si një prej sfidave të gjithë secilit. Shoqëria ka një ndikim shumë të madh në jetën tonë. Allahu i lartë madhruar thot në Kur'an wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna al wajha. Thot ti duro me ata të cilët, pra me ata besimtar, të cilët e përmendin Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje, që synojnë pra fytyrën e Allahut. Dhe pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, el mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut të vet. Dhe le të shikoj secili nga ju se kë e shoqëron. Andaj edhe këtu ka një ndikim shumë të madh, njeriu me ka shoqërohet. Çfarë shoqërie ka, çfarë shok ka? Nëse i ka shokët të cilët e ngrehin ka lakmia, me të vërtetë ai do të jetë një ditë nga ata lakmiqarë. Nëse i ka shoqërinë e mirë që e ka standard në jetën e tyre, kënaqësinë e Allahut dhe botën tjetër,
ky njeri do t'i merr virtytet edhe sjelljet e atyre shokëve të mirë. Andaj duhet pasur sidomos në kohën tonë, në kohën bashkëkohore kur njerëzit e nxitin dhe e cytin njëri tjetrin se filani ka bërë kështu, ta bëjmë edhe ne, shikoja veturën atij, ma të rinë ta bëjmë edhe ne, pastaj nuk i shikojnë njerëzit për shkak të lakmisë, lakmia të çorron apo të verbon, nuk i shikojnë pastaj rrugës se çysh me arrit deri tek ajo pasuri, deri te ajo pasuri që e synojnë, edhe pastaj bien në grackat apo në kurthat e shejtanit, të shejtanit mallkuar dhe shoqëria e keqe me të vërtet të merr që ne e shprehim në atë gjuhën popullore të merr në qafë, e duhet pasur njeriu kujdes se kë e zgjedh për shok dhe kë e zgjedh për shoqëri. Nëse shohim duke rikthyer vazhdimisht brezet më të mirë pra shokëve të profetit Muhamedit alayhis salam, duke qenë se ata janë dhe etaloni matës i gjitha veprimeve dhe koncepteve tona. Së paku 10 përgëzuarit me xhenet në shumicën e tyre kanë qenë njerëz jo të varfër, madje kanë qenë tregtar të suksesshëm edhe të pasur nëse bëjmë një vlerësim të pasurisë. Mirpo kanë qenë prej njerëzve të cilët kanë ditur të kenë varfëri të plotë në raport me Zotin, edhe pse në raport me njerëzit ndoshta kanë qenë të pasur. Pra, varfëria tek Zoti është që i ka bërë të veçantë dhe jo varfëria përballë njerëzve. Si duhet ta synojmë këtë varfëri tek Zoti dhe jo varfëri, po themi, në jetën e kësaj bote ose tek njerëzit? Gjeneratat e para ashtu siç e theksoi i dashur Allah, ata standard të jetës së tyre kanë pas botën tjetër. Kënaqësinë e Allahut. Edhe kjo për këtë arsye nuk ka ndikuar te ata pastaj jeta e kësaj bote. Ata e kanë kuptuar shumë qartë dhe shumë mirë realitetin e kësaj bote, se sa peshon. Dhe nuk kanë ndikuar edhe pse kanë qenë një pjesë e madhe e tyre shumë të pasur, megjithatë pasuria e tyre i ka bë të varfër në raport me Allahun. Në raport me Allahun subhanahu wa taala, sepse Allahu i lartë madhruar thotë ja ju enas antumul fuqara ila Allah. Ata kanë kuptuar shumë qartë këtë. O ju njerëz, ju jeni të varfër në raport me Allahun. Më thonë Allahu është i gjithpasuri. Edhe për këtë standardi i jetës së tyre ka qenë imani, kanë rregulluar jetën e tyre me iman, me besim në Allahun, me besim në atë që Allahu ka premtuar. Për mirësive të botës tjetër, që është botë, domethënë që mbetet, që është botë e përgjithshme apo që është botë përgjithmonë, dhe për këtë arsye nuk kanë ndikuar tek ata as pak, tek ata pasuria që me u largu prej Allahut, përkundrazi i gjen duke garuar në vepra të mira, i gjen duke garuar se kush po jep më shumë për të ndihmuar fenë e Allahut, për të ndihmuar të varfrit e kështu me radhë. Andaj këtë model ne duhet ta synojmë secili nga ne, sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Edhe Ramazani është një shans dhe një ofertë që na i mundëson, sepse kur është njeriu i jetur apo i jeshtur edhe unt, pak mediton rreth vetvetes së vet dhe e sheh se ajo pas asaj që garon, në të vërtetë nuk e pas ka atë vlerë se sa ajo që Allahu ka premtuar që janë xhenetet e tij. Shpesh zotërojmë gjëra të cilat ndoshta nuk i përdorim kurrë. Po themi grumbullojmë aty, i bëjmë pjesë po themi të asaj që mbushin garderobat dhe hapësirat tona, por se ndoshta nuk i përdorim kurrë. Dhe vazhdojmë me këtë praktikë të zotërojmë gjëra të cilat shumicën e cilave nuk i vendosim në përdorim. A është kjo një tregues i një lakmie dhe një sjellje jo të duhur? Njeriu në jetën kjo është për lakmisë. Më thonë, grumbullon gjëra dhe sende që ndoshta kur në jetën e vet nuk i përdor. Kjo është për lakmisë. Pa thjesht lakmia për t'i patur, po jo për t'i patur, jo për t'i shërbyer. Kjo është vetëm fitim, nuk është rrezik që i shërben për ta jetuar jetën e tij. Se Allahu e përmend në Kur'an, dikush prej njerëzve mbjell apo grumbullon pasuri, mendon që pasuria e tij ka me botë për jetëshëm në këtë botë. Andaj duhet me pas kujdes. Ajo që ka e jep, ajo mbetet dhe regjistrohet në konton apo rezervohet në faqet e veprave të mira.
Ndërsa grumbullimi i gjërave pa vetëm grumbullim, domethënë kjo është më shumë, domethënë është israf apo keqpërdorim, andaj njeriu duhet ta vetë kontrollojë dhe ta pastroj veten e tij në këtë çështje. Po unë përmenda në kohën që jetojmë, njerëzit grumbullojnë në sende. I bën 2 telefona, 3 telefona, 2-3 kerë, ndoshta nuk i vijnë për shërbim, po për t'i pasur për shkak të lakmisë, edhe pastaj siç e përmendëm te shoqëria atje unë e bona këto e këto, dhe kjo shkon duke i infektu gjeneratat se kështu po duhet me jetu, a me të vërtet njeriu qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohet në mëngjes dhe është e ka shëndetin e tij, e ka paqen, sigurinë në vend dhe ushqimin ditor, të Allahu ja ka dhënë të të mirat. Para mendon njeriu me sa pak mundet me jetu. Allah, andaj këto janë tri gjëra që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mos me u habit, sepse grumbullimi i gjana pastaj nëse njeriu vdes dhe lën pasuni, ka mu pyet për to. Sepse fatkeqësia një njeriu që ndron kur vdes i mirët e tërë pasuria dhe çështja tjetër që është tek ai se pyetet për këtë ato çka e ka lënë. Andaj duhet me pas kujdes. Inshallah Allah na vëdëson e na drejton. Amin. Një aspekt tjetër që ndoshta lidhet edhe me natyrën e njeriu është që ai do të jetë i pari në atë veprimtaritë të tij ku ai shpesh garon, synon të jetë më i miri, synon të ketë standarde të larta, dhe kjo ka të bëjë me jetën e kësaj bote. Po ndërkohë në shumë hadithe profetike, profeti Muhammed alayhis salam na njofton se ka njerëz që ndoshta nuk kanë shumë suksese në jetën e kësaj bote me standarde njerëzore, por se janë shumë të suksesshëm tek banorët e qiellit, pra kanë shumë suksese nëse i matim me botën tjetër. Si të gëzohemi me këto dy suksese, si t'i balancojmë sukseset, pra kur të bëjmë një bilanc për jetën tonë, të vendosim dhe të përfshijmë në llogarinë tonë edhe sukseset që mund të arrijmë në botën tjetër dhe jo vetëm sukseset e jetës kësaj bote. Besimtari, siç e përmendëm edhe më herët, standard të jetës së tij do ta ketë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allahu i lartëmadhëruar e përmend dhe quan fitore kur besimtari u afal xhenetin. Allah thot në librin e tij në Kur'an: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Dhe kush shmangët, largohet prej zjarrit të xhehenemit dhe futet në xhenet, ky ka fituar. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dhe jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një mashtrim apo një çast që njeriu e jeton. Andaj shikoni, nëse ne kemi si besimtar, si njerëz kemi dert atë që është më e larta, kënaqësinë e Allahut edhe fitimin e xheneteve të tij. Këtë gjejmë te sahabët kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka premtuar se gjerësia e qiejve është sa gjerësia e xhenetit është më e madhe se gjerësia e qiejve dhe toka, duke hangër hurmë në betejë ka gjujtë dhe është fut luftë ka roshet. Për arsye se ata e kuptuan drejt edhe sakt edhe qartë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne si besimtar duhet ta kemi dert për vetveten tonë, për familjarët tonë, për fëmijët tonë, për gratë tona, nanat tona, këtë çka Allah e ka përmend në Kur'an. Do ta kemi çka dert ta fitojmë xhenetet e Allahut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Kush i shpëton zjarrit e xhenemit edhe futet në xhenetet e Allahut, ky ka fituar. Ky është fitore. Andaj për këtë duhet të punojmë edhe duhet të mundohemi në jetën e kësaj bote, ta kuptojmë qëllimin e jetës sonë, pse gjendemi në këtë botë, ta kuptojmë qëllimin pse Allahu na ka krijuar, çka ka kërkuar Allahu prej neve dhe si duhet mi u përgjigj Allahu dhe të dërguarit të tij. Këto i gjejmë në fenë e Allahut, pra, sepse Allah ju ka dhënë përgjigje vet, na ka mësuar metodën se si duhet ta jetojmë jetën e kësaj bote. Dhe në përfundim, Hoxh, duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit ku të gjithë jemi agjërueshëm dhe në këto ditë edhe raporti me namazin është më i shtuar, duke marrë konsiderat që janë dhe namazet e teravive, si duhet të ndikojë agjërimi dhe namazi jon në betejën me lakmin?
Allahu i lartë madhëruar i përmend namazin shumë. Namazi është shtylla e fesë, shtylla e dytë pas shqiptimit të shahadetit. Mirë, por namazi është çelësi kryesor i lumturisë në jetën e kësaj bote dhe fitimit të xheneteve të Allahut subhanahu wa taala. Pa marrë parasysh njeriu çka vepron në jetën e tij, ai i cili nuk i largohet nga dera e namazit, namazi ka me qenë shkaktar që me nxjerr prej gjunaheve, prej mëkateve, prej punëve të liga, prej lakmisë e kështu me radhë. Andaj Allahu thot në Kur'an wasta'inu bis-sabri was-salah. Ndihmoni veten me dy gjëra. Ndihmoni veten me namaz edhe me durim, me sabër. Pra wasta'inu bis-sabri was-salah. Pa marrë parasysh njeriu në raport të gjunahat që i bën, pa marrë parasysh veset e cilat mundet me i pas. Nëse e fal namazin me rregull dhe nëse nuk largohet prej kësaj shtylle që Allahu subhanahu wa taala ka bërë për shtyllë kryesore të dinit e Islam, ky namaz ka me qenë shkaktar që ai me rregullu edhe jetën e kësaj bote, por ta rregulloj edhe botën tjetër. Lidhur me këtë, Allahu thotë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi është shkaktar që të largoj nga epshet dhe të largoj nga gjunahet, të largoj nga mëkatet e kështu me radhë. Andaj pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thoshte Bilalit radhiyallahu anhu, na qetëso me namaz për ta thirrur ezanin. Dhe thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kënaqësia e syve të mi është bën në namaz. Andaj për këtë arsye namazi është një faktor, një adhurim prej adhurimeve më të mëdha, dhe është faktori kryesor për rregullimin e jetës tonë, për të bërë një jetë të mirë, për të bërë një jetë të rahatshme dhe me qenë rahat në botë, pastaj në varr edhe kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Inshallah Allahu na bën edhe në këtë muaj, po edhe pas këtij muaji të bekuar të Ramazanit, që të jemi gjithmonë ata të cilët e falim namazin, sepse namazi është dritë, namazi është një fortifikat, një forcë shumë e madhe shpirtërore, sepse gjithmonë besimtari është i lidhur me krijuesin e tij, me Allahun subhanahu wa taala. Andaj ta shfrytëzojmë pra këtë muaj namazin e taravive, namazin e natës dhe namazet ditore tjera, që ta forcojmë shpirtin ton, pastaj me këtë forcë të imanit dhe të besimit që na jep namazi, ti shërojmë veset e tona, egot e tona, smundjet e tona, të cilat janë smundje shkatërruese për njeriu nëse ato i posedon. Zoti shpërbleft. Amin, Allah i shpërbleft juaj. Për miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për lakmin si një prej sëmundjeve të zemrës, ku besimtari vazhdimisht e ka këtë betejë me lakmin, pasi është prej nefsit, prej natyrës njerëzore që të zotërojë dhe të grumbullojë. Dhe të zotërojë dhe të grumbullojë nuk ka asgjë të keqe nëse këtë vendos në funksion të qëllimit pse ekziston, në funksion të llogarisë së tij para Zotit, pasi të tillë ishin edhe brezat e parë, ishin njerëz punëtor, ishin njerëz që munduan që ta zotërojnë këtë dynja, po jo në funksion të lakmisë, por në funksion të veprave të mira dhe të kënaqësisë së Zotit. Kështu do ta kuptojmë pasurinë, kështu do ta kuptojmë ambicien dhe kështu do të ruhemi nga lakmia. Unë falenderoj që ishit me ne, do të jemi sërish së bashku nesër me tjetër ftuar, me tjetër temë të rëndësishme në funksion të kurimit dhe shërimit të zemrave tona. Kalofshi sa mirë.